Telefonata e pazakontë alarmon policinë e Vlorës, hajdeni se kanë vrarë maman. Menjëherë pas marrjes së këtij njoftimi, autoritetet kanë reaguar me shpejtësi dhe seriozitet maksimal duke mobilizuar forca të shumta policie drejt vendit të dyshuar të ngjarjes. Në operacion janë përfshirë edhe njësitë speciale të njohura si shqiponjat, si dhe struktura të tjera operacionale, të cilat kanë ndërmarrë kontrolle të menjëhershme në terren për të verifikuar informacionin e marrë. Prania e madhe e forcave të rendit ka krijuar një situatë alarmi të përkohshëm në zonë, ndërsa efektivët kanë ushtruar kontrolle të detajuara për të identifikuar çdo shenjë që mund të lidhej me ngjarjen e raportuar. Megjithatë, pas verifikimeve paraprake dhe kontrollit në zonë, nuk është konstatuar asnjë rast konkret apo provë që të konfirmojë ndodhjen e një krimi të tillë. Sipas burimeve zyrtare, personi që ka kryer telefonatën dyshohet të ketë vepruar në mënyrë të qëllimshme për të alarmuar autoritetet, pasi menjëherë pas komunikimit ai ka fikur telefonin duke vështirësuar identifikimin e tij. Aktualisht strukturat përkatëse janë duke punuar intensivisht për të gjurmuar numrin dhe për të zbardhur plotësisht rrethanat e këtij rasti, duke mos përjashtuar mundësinë e një alarmi të rrem. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.